do të rikthehet në Big Brother? Egli Tako lë të kuptohet se gjithçka është e mundur. Për javësh, rrjetet sociale dhe fansat e Big Brother VIP janë ndezur nga zërat për një sezon special të formatit të famshëm. Big Brother All Stars, një edicion që, sipas spekulimeve, do të bashkonte në një shtëpi personazhet më të spikatur të sezoneve të kaluara. Emra si Louise Ailey, Ilir Shaqiri, Egli Tako dhe shumë të tjerë janë përmendur si kandidat të mundshëm për këtë rikthim bombastik. Por deri tani, gjithçka mbetet në nivelin e thashethemeve. Asnjë konfirmim zyrtar nuk ka ardhur nga produksioni. Së fundmi, Egli Tako, një nga figurat më të përfolura të sezonit të fundit të Big Brother VIP, ka reaguar për herë të parë lidhur me mundësinë e përfshirjes në këtë format të ri. E ftuar në podcastin The Dalina Show, ajo u pyet nëse do ta pranonte një ftesë për All Stars. Edhe pse nuk dha një po të qartë, Egli nuk e mohoi as nuk e përjashtoi mundësinë. Unë kam thënë një herë më përpara nuk hyj, nuk bëj dhe përfundova atje brenda. Kështu që nuk flas para kohe, u shpreh ajo me një buzëqeshje, duke lënë të kuptohet se gjithçka është e mundur. Deklarata e saj ka ngritur më tej interesin e publikut, që tashmë po pret me padurim një konfirmim për Big Brother All Stars, një format që pritet të sjellë dinamika të reja, përballje të forta dhe një nivel tjetër loje mes veteranëve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri.